63 hije do ju ndjekin, qindra qytetarë kërkuan drejtësi për viktimat e Koçanit. BDI ka reaguar ndaj raportit të Komisionit Evropian për vitin 2025, thotë se është alarm për institucionet. LSD më pyet pse nuk ka padi ndaj skandalit me 10 operacionet e panevojshme në zemër, kërkon të publikohen emrat. Largimi i krenar Llogës nga politika përplas Vlenin dhe AKI-n, akuzoj njëra tjetrën për mashtrime dhe marioneta. Përshëndetje të nderuar shikues, jemi bashkë me lajmet orës 15:55 në televizionin Shenja. Në Shkup mbajt marshje i ngjyve ku kërkohet drejtësi për 63 viktimat që humbën jetën në zjarrin që kaploi diskotekën Puls në Koçan. Familjarët dhe qytetarët të shumt kërkuan që në procedurën gjyqësore për këtë rast të mbizotrojë e vërteta dhe përgjegjësia. Protestuesit mbanin fotografitë të vrarëve dhe pankarta në të cilat shkruante 63 hije do ju ndjekin, çdo shikim kërkon drejtësi. Fëmia im u vra nga një sistem që nuk mbron por vret. Marshi nisi nga sheshi Maqedonia, vazhdoi para kuvendit dhe përfundoi para gjykatës themelore penale. Ne prindërit e paguam shtrejt çmimin e korrupsionit. 63 hije do ju ndjekin, çdo vështrim kërkon drejtësi. Kush do na i kthej shokët? Heshtja është bashkëfaqësi, përfitim në gjak. Kështu shkruante në pankartat e miqve, familjarëve dhe prindërve që mezi mbanin veten nga mërzia për humbjen e më të dashurve të tyre. Në marshin protestues që u mbajt sot në Shkup, mira qytetarë që u bashkuan protestës kishin kërkesë të përbashkët, gjykim të drejtë, transparent dhe në kohë, për procedurën gjyqësore që do të nisë pas 4 ditësh. Natalia Gjorgjeska, bashkëshorte e këngëtarit Andrej Gjorgjeski nga DNK, kërkoi nga deputetët që të inicojnë një seancë dëgjimore mbikëqyrëse dhe komision të posaçëm hetimor për, siç tha ajo, një hetim të plotë dhe të pavarur të këtij rasti. Ne kërkojmë që të përcaktohet pse institucionet vonuan. Askush nuk duhet të jetojë me mendimin se dikush mund të ishte shpëtuar, por nuk u shpëtua. Asnjë familje nuk duhet të durojë dhimbjen që është pasojë e një lëshimi neglizhence apo mosveprimi të tillë. Ne kërkojmë që të zbulohet e vërteta, ku ndodhen lëshimet, kush nuk reagoi, cilat institucione vonuan, kush kishte detyrën ta parandalonte, por nuk e parandaloi. Aleksandar Naumov, njëri nga prindërit që ka humbur vajzën e tij në tragjedinë në Koçan, kërkon që në procedurën gjyqësore për këtë rast të mbizotrojë e vërteta dhe përgjegjësia. Gjykata duhet të sigurojë procedurë publike, efikase, të paanshme dhe institucionet të bëjnë punën e tyre me përgjegjësinë më të madhe, që të mos ketë të mbrojtur, të mos ketë presione, të mos ketë kalkulime politike dhe të mbizotrojë vetëm e vërteta dhe përgjegjësia. Motra e të ndjerit Jordanço, Rozeta Xhamova, u shpreh se shumë familje jetojnë me këtë dhimbje, prandaj kërkojnë drejtësi dhe vërtetësi dhe jo mëshirë. Ajo që ne kërkojmë nuk është problem dhe privilegj, por është obligim i shtetit, gjykimi drejt, transparent dhe në kohë. Më të dashurit tanë nuk janë mes nesh, por ne jemi zëri i tyre. Kërkojmë gjykim pa prolongime, pa presione, pa fshehje të provave, pa selektime, të vërtetohet çdo përgjegjësi, sado që të jetë e pakëndshme. Marshi nisi nga sheshi Maqedonia, vazhdoi para kuvendit dhe përfundoi para gjykatës themelore penale. Seanca e parë për këtë rast është caktuar të mbahet më 19 nëntor. BDI ka reaguar ndaj raportit të Komisionit Evropian për vitin 2025, duke cilësuar atë si një ndër vlerësimet më negative për Maqedoninë e Veriut në dekadën e fundit. Nënkryetari i partisë Arber Ademi tha se raporti pasqyron stagnim të thellë, mungesë reformash dhe dështim të qeverisë për të përmbushur kushtet bazë të integrimit, përfshirë ndryshimet kushtetuese dhe sundimin e ligjit. Ai theksoi se raporti duhet të shërbejë si një sinjal alarmi për institucionet dhe kërkoi veprim të menjëhershëm.
Bashkimi Demokratik për Integrim ka reaguar ashpër ndaj raportit të fundit të Komisionit Evropian për Maqedoninë e Veriut të publikuar në kuadër të paketës së zgjerimit për vitin 2025. Nënkryetari i BDI-s Arber Ademi deklaroi se raporti është një ndër vlerësimet më negative të dekadës së fundit dhe pasqyron stagnimin e thellë institucional dhe mungesën e reformave në vend. Komisioni Evropian ka folur me një gjuhë të qartë dhe pa ekuivok. Termat që përdoren në raport, pa progres i kufizuar, nuk u morën masa dhe zbatimi mbetet i dobët, përbëjnë një diagnostifikim të rënd të gjendjes së brendshme të shtetit. Këto nuk janë interpretime politike, por vlerësime zyrtare nga vetë Bashkimi Evropian. Ai tha se qeveria ka dështuar të përmbush kushtet bazë për hapjen e negociatave përfshirë klasterin e parë që lidhet me sundimin e ligjit. Ademi theksoi se një ndër kritikat kryesore të raportit është mos realizimi i ndryshimeve kushtetuese, të cilat janë kusht i vendosur nga Këshilli Evropian. Ai shton se mungesa e progresit në drejtësi, lufta kundër korrupsionit dhe reforma e administratës publike tregon se institucionet vazhdojnë të jenë të politizuara dhe jo funksionale. Paq shqetësuese është gjendja në sundimin e ligjit, pavarësinë e gjyqësorit dhe në luftën kundër korrupsionit. Komisioni konstaton se nuk ka pasur asnjë progres në këto fusha thelbësore. Korrupsioni mbetet i përhapur, ndërsa ndikimi politik në sistemin e drejtësisë vazhdon të jetë i përditshëm. Këto janë arsye të drejtë për drejta pse Maqedonia e Veriut nuk po ecën përpara në procesin e integrimit evropian. Raporti evidenton gjithashtu dobësime në fushën e të drejtave themelore, lirisë së shprehjes dhe kushteve në burgje, ndërsa ekonomia sipas komisionit përballet me inflacion të lartë dhe efikasitet të ulët në përdorimin e fondeve të BE-s. Ademi paralajmëroi se Maqedonia e Veriut po humb terren ndaj vendeve të tjera të rajonit dhe rrezikon të mbetet jashtë valës së ardhshme të zgjerimit. Ai theksoi se raporti duhet të shërbejë si sinjal alarmi për institucionet dhe kërkoi veprim të menjëhershëm, përgjegjësi dhe vullnet politik për reformë. LSDM kërkon përgjigje se pse edhe pas zbulimit të 10 operacioneve të panevojshme në zemër, ende nuk janë ngritur padi penale dhe pse nuk janë bërë publike emrat e mjekëve dhe klinikave. Simona Cvetanovski nga kjo parti kritikon Ministrin e Shëndetësisë që prezantoi rastin pa raport të plot dhe kërkon publikimin e menjëhershëm të raportit aktual, pa redaktime, si dhe të gjithë emrat e përfshirë. LSDM kërkon që Prokuroria, Antikorrupsioni dhe Policia Financiare të veprojnë. Partia opozitare maqedonase LSDM pyet se përse pas zbulimit shokant të skandalit për 10 operacione të panevojshme në zemër nuk janë ngritur padi penale. Gjithashtu pyesin se përse nuk janë prezantuar emrat e mjekëve dhe klinikave që i kanë kryer këto operacione. Kako je možno za ovakav skandal? Si është e mundur që për një skandal kaq të paprecedent ministri ta prezantoj rastin në këtë mënyrë, pa informacion të plot dhe pas një raport. Ministri Aliu pretendon se një komision identifikoi operacione të panevojshme, por në të njëjtën fjali thot se raporti nuk ishte përfundimtar. Nëse raporti nuk është përfundimtar, si u vërtetuan faktet tronditëse? Nëse u vërtetua, pse po fshihet dokumenti? Simona Cvetanovski thotë se LSDM insiston që gjithçka të tregohet publikisht. Kërkojnë publikimin e menjëhershëm të raportit të plot, në gjendjen e tij aktuale, pa redaktime, pa përzgjedhje dhe pa hekurosje shtesë. Publikimi i të gjitha klinikave dhe subjekteve private që ishin pjesë e procesit. Publikim i të gjithë emrave të komisioneve, këshillave, mjekëve dhe menaxherëve që morën vendime. Ata kërkojnë aktivizimin e prokurorisë publike, Komisionit për Antikorrupsion dhe Policinë Financiare, për shkak të, siç thonë, indikacioneve serioze për korrupsion, referim të paautorizuar të pacientëve dhe përfitim nga vuajtjet e të tjerëve. Ndërsa gjithashtu thonë se duhet mbështetje ligjore dhe psikologjike për pacientët dhe familjet që janë përballur me trauma dhe rrezik për jetën e tyre. Vlen dhe BDI kanë shkëmbyer akuzat të ndërsjellta mes tyre. Koalicioni Vlen vlerëson se me largimet e fundit nga AKI po shembet një ndërtesë ngritur me mashtrime dhe improvizime. Ndërsa BDI vlerëson se Vlen është marionete e kryeministrit Mickoski dhe është opsion artificial politik.
Koalicioni Vlen thot se me largimet e fundit nga AKI është bërë e qartë se ajo nuk ekziston, por ka mbetur vetëm një hije e vetvetes. Sipas Vlenit, AKI është ende në heshtje zgjedhore pasi ende nuk ka deklarime nga ana e tyre, ndërkohë që shtojnë se ky është edhe kapitullimi i tyre. Ajo që po ndodh sot në skenën politike shqiptare nuk është dorëheqje, është rrëzim, është shemja e një ndërtese të ngritur me mashtrime, improvizime dhe lojra pas shpinës së qytetarëve. Me tërheqjen e krenar Llogës pas largimit të Menduh Thaçit, pas panikut në BDI dhe heshtjes 3 kokëshe, Ahmeti, Taravari, Sela, tash e 8 ditë është bërë krejtësisht e qartë. AKI nuk ekziston më, është shuar, tretur dhe mbetur vetëm si një hije e vetvetes. Për këto deklarime të koalicionit shqiptar, qeverisës u pyet nën kryetari i BDI-s opozitare Arbër Ademi. Sipas tij, Vlena është marionete e kryeministrit dhe është opcion artificial politik. Вот јас мислам и длабоко сме уверени дека ќе претрпат политичко фијаско и покрај тоа што имаше масивно купување на гласачи и покрај тоа што имаше брутален упад на државниот апарат во овие избори, иако имаше изборно асфалтирање, ноќно бекатонизација и измена на вратите во зградите во Чаир и секаде, сепак изгубија. Тие се вештачка политичка опција, Франкенштайн политичка опција на господинот Мицковски. Një ditë më parë, ish ministri i drejtësisë dhe një nga figurat kryesore të Aleancës për shqiptarët, Krenar Lloga, njoftoi për tërheqjen e tij nga jeta partijake dhe nga të gjitha funksionet brenda partisë. Komiteti Qendror i VMRO-DPM-NES vendosi për shkarkimin e Elias Stojlev nga pozita kryetari i Komitetit Komunal të VMRO-DPM-NES Feti Nikol, pas rastit me keqpërdorimin e mjeteve në Agjensinë për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural. Gjithashtu mor vendime dhe për shkarkimin e Goce Stojlkovski nga kryetari i Komitetit Komunal të VMRO-DPM-NES në Makedonska Kamenic. Në mbledhjen që u mbajt të premte në mbrëmje, u miratuan shumë vendime që lidhen me përgatitjet për kongresin e ardhshëm të rregullt të partisë të caktuar për më 6 dhjetor në Kavadar. U mor vendim për zgjedhjen e delegatëve që do t'i marrin pjesë dhe do të vendosen në kongres. Mbi 800 delegatë do të marrin pjesë në kongres, ndërsa sekretari i përgjithshëm Gjorgjia Sajkovski u autorizua të përcaktojë listën përfundimtare të delegatëve në përputhje me statutin e VMRO-DPM-NES. Gjithashtu u formua këshill organizativ për përgatitjet e kongresit, thuhet në komunikatën e VMRO-DPM-NES. Udhëheqësia e re e qytetit të Shkupit vazhdon me pastrimin e administratës së qytetit. Deri më tani janë larguar nga puna rreth 500 persona nga ndërmarrjet publike. Kryetari Orse Gjorgjevski ka paralajmëruar se procesi i riorganizimit dhe zvogëlimit të numrit të punonjësve administrativ nuk do të shtyhet. Udhëheqësia e re e qytetit të Shkupit vazhdon me pastrimin e administratës së qytetit. Kryetari i qytetit Orce Gjorgjevski deri më tani ka larguar nga puna 500 të punësuar nga ndërmarrjet publike, për të cilët tha se të dhënat zyrtare tregojnë se nuk janë paraqitur në vendin e punës me muaj, e madje edhe me vite, por megjithatë kanë marrë pagë. Së shpejti pritet që të nisë edhe riorganizimi i gjerë i të gjithë administratës së qytetit të Shkupit, me rreth 10.000 të punësuar në shërbimet dhe ndërmarrjet publike të qytetit. Struktura aktuale kërkon rishikim të thellë dhe optimizim të numrit të stafit. Një nga shembujt më të theksuar është ndërmarrja publike, ujësjellsi dhe kanalizimi, që prej kohësh njihet si ndërmarrje me humbje, ndërkohë që numri të punësuarve mbi 1.000 nuk përputhet me efikasitetin e shërbimeve të ofruara. Situata të ngjashme raportohen edhe në ndërmarrje të tjera publike, si dhe në administratën e vetë qytetit. Gjorgjevski ka paralajmëruar se procesi i riorganizimit dhe zvogëlimit të numrit të punonjësve administrativ nuk do të shtyhet, me qëllim që qyteti i Shkupit të bëhet më efikas dhe më i përgjegjshëm ndaj problemeve të qytetarëve. Prej sot hyn në fuqi detyrimi për përdorim të detyrueshëm të pajisjes dimrore për automjete, i cili do të zgjasë deri më 15 mars të vitit të ardhshëm. Për të shmangur gjobat dhe shkeljet në komunikacion, duhet të harmonizoni automjetin tuaj në përputhje me kërkesat e përcaktuara.
Automjete deri në 3500 kg kërkohen goma dimrore në të gjitha rrotat me thellësi të sipërfaqes prej të paktën 4 mm, ose goma verore me të njëjtën thellësi me zinxhirbore të detyrueshëm. Automjete me të gjitha rrotat aktive, goma dimrore me thellësi prej të paktën 6 mm, ose goma verore me thellësi minimale prej 4 mm dhe zinxhirbore. Automjetet mbi 3500 kg, goma dimrore me thellësi prej 6 mm në rrotat aktive, ose goma verore me thellësi minimale prej 4 mm me zinxhirbore të detyrueshëm, informojnë nga Lidhja Automoto e Maqedonisë. Përveç kësaj, autobusët dhe automjetet transportuese të madhrave duhet të mbajnë mjet si lopat nëse nuk mund të përdorin zinxhir për borë. Publikimi një seti të ri dokumentesh nga ligjvënësit amerikan ka rikthyer në qendër të vëmendjes skandalin global të njohur si dosjet Epstein. Në mesin e mira faqeve të materialeve del edhe emri diplomatit të njohur slovak Miroslav Lajčák, sot këshilltari i kryeministrit Robert Fico për çështjet e Ballkanit Perëndimor. Sipas mediave slovake, Epstein e përmend Lajčákun në disa emaile nga viti 2019, duke e quajtur madje me nofkën Miro dhe duke e prezantuar si një mik të afërt me rëndësi të lartë në skenën europiane. Në një tjetër komunikim, ai shkruan se Miro do të vijë në Palm Beach për të diskutuar strategji. Lajčák ka pranuar se më parë ka pasur komunikim me financierin pedofil Jeffrey Epstein, por insiston se gjithçka ka qenë brenda detyrave të tij diplomatike. Lajčák mbrohet me pretendimin se vetëm pas arrestimit të Epsteinit u bë plotësisht e njohur shkalla e veprimeve të tij të papranueshme. Shirat e rrëmbyeshëm kanë shkaktuar përmbytjen e 10 tendave që strehojnë palestinez të zhvendosur në Khan Yunis në Gazën Jugore, raporton Anadolu. Që nga e premtja në mëngjes, rripi Gazës ka qenë në ndikimin e një sistemi të presionit të ulët të shoqëruar nga një masë ajri të ftohtë dhe rreshje të dendura të shiut, duke shtuar vuajtjet e 1.5 milion palestinezëve të zhvendosur në enklavën e shkatëruar nga lufta. Sipas vlerësimeve të zyrës për media të qeverisë së Gazës, 93% të gjitha tendave të zhvendosura nuk janë më të përshtatshme për strehim, përkatësisht 125.000 nga gjithsej 135.000 për shkak të faktorëve të motit dhe dëmeve të pësuara nga bombardimet izraelite. Izraeli vazhdon të bllokojë hyrjen e materialeve të strehimit si tendat dhe shtëpitë mobile, duke shkelur detyrimet e tij sipas marrëveshjes së armëpushimit që hyri në fuqi më 10 tetor. Që nga tetori i vitit 2023, Izraeli në sulmet në Gaza ka vrarë të paktën 69.000 palestinez, kryesisht gra dhe fëmijë, si dhe e ka shndruar enklavën në rënoja. Shikues të nderuar, kemi arritur në fund, ndërsa bashkë do të shihemi në edicionin qendror. Deri atëherë, mirupafshim.